Dhe si arriti Albin Kurti këtu? Që në fillim më do të them se kjo fitore kaq bindëse e Kurtit në këto zgjedhje është lajmi më i keq për Kosovën dhe demokracinë në Kosovë. Më pas mund të them se personalisht e kam përcjellur fushatën, e kam përcjellur gjithçka që është zhvilluar për këto 9 muaj, kam qenë shumë afër zhvillimeve dhe kam parë se vetvendosje po shkon drejt agjendave të veta, Albin Kurti, sepse aty ju kam thonë edhe herave tjera, nuk ka tjerë, është Albin Kurti, është i vetëm, edhe atë foton që e prezentoj, ai me foto dhe të gjithë tjerë numra, tregonte se ky është një njeri autoritar, por për fat keq ajo që edhe e pritja u realizua. Ndoshta jo këtë rezultat kaq bindës, por mbi 45% e kom prit sepse vreja një lloj mungese të aktiviteteve apo më mirë me thënë partit tjera të cilat garonin ngarë në një farë mënyre ishin jo aktiv apo ishin proaktiv. Derisa disfatën pa hyrë akoma në lojë. Ashtu, ata një farë mënyre e pranuan disfatën pa futur në lojë dhe garonin jo për vendin e parë, por garonin për vendin e dytë. PTK-ja me LDK-n dhe kjo u kuptu se këta veç e kanë shurru për vetvendosjen edhe ja doli rezultati. Pse humbi PTK-ja, LDK-ja dhe AK-ja? Humben sepse kanë munges leadershipi. Janë parti jo aktive, i kopjus të këqe. Gjaksoj fushat ishin kopjus të këqe të Albin Kurtit. Kryesit e 3 partive janë klanore. Pra, nuk mundet Albin Kurti duke kopjuar, po duke shpikur antidotin, pra. Ashtu, dhe më thonë, këta nuk kanë asë një mundësi o dashtë bëjnë studime që mos përdorin metodat e njëjta të Albinit. Shkonin me propozime për rritje të pagës minimale. Ajo asgjë nuk është program ekonomik. Shkonin në propozime të tjera të cilat kanë të bëjnë me rritjen e pagave në sektorin publik. Dhe në asnjë parti, të Partia Demokratike e Kosovës, dhe të LDK-ja nuk shenim shpallosje, ata ndoshta në programet e veta, apo jo ndoshta se unë i kam lexuar programet edhe të PTK-s dhe të LDK-s, sidomos LDK-ja ka pas një program shumë të mirë, zgjedhor, por ata filluan të ndjekin Albinin. Qytetarët nuk e duan diken tjetër që është kopje keqe e Albin Kurtit. Ata për ashtu vazhdojnë të votojnë Albin Kurtin, s'ka nevojë të ndrojnë edhe dalin të votojnë diken tjetër. Dhe ja, ku erdhi? Derisa ne para 2 muajve, 3 muaj sa u bën, i patëm zgjedhjet lokale dhe PTK-ja i fitoi 7 komuna, LDK-ja i fitoi 7, Aleanca i fitoi 6, edhe atë me numër shumë më të madh se sa vetvendosja, e cila i fitoi 7, po në mesin e atyre 7 komunave janë 3-4 të vogla minore si fshatra. Dhe këta nuk e shfrytzuan atë përparësi të madhe që e kishin para pak kohësh. Dhe ja, erdhi ky rezultat i cili vërtet për krizën politike, se ndoshta edhe me këtë e pagoi opozita, se gjatë 9 muajve u duk që qëllimi nuk ishte që të formonte qeverinë, por të pengonte Kurtin. Edhe ajo, opozita në vend që e pati rezultatin e Shkurtit shumë të favorshëm, ti kry ato obligimet, ta zgjedh kryetarin e kuvendit, pa marrë parasysh atë vëlena akush, dhe të vazhdojnë me tutje të jep mundësin Kurtit që
ta propozoj qeverin, ai nuk do t'i arrinte dhe do t'i kalonte mandati partisë së dytë. Këta nuk e bën, sidomos LDK-ja e cila e shpalli veten parti opozitare dhe nuk dënte të bashkëpunonte as me pozitën, as me opozitën, dhe ja tani po paguajnë kosto. Kjo kosto është tejet e lartë, sepse tani Albini do ta formojë qeverinë e vetmuar, sepse do të ketë jo 49, po do të ketë mbi 53% kur bëhet tani shkëndorja. 56 deputet pa diasporën, pa votë për atë diasporën. Edhe shkon tani kalkulimi bëhet në atë formë që këto partit serbe edhe minoritare dalin nga përqindjet dhe mbeten vetëm partit shqiptare në 100%, sepse ato janë partia, minoritetet edhe partia serbe i kanë vendet e rezervuara, kështu që kalkulimi do të bëhet në 100 vende në parlament për shqiptarët, ku sigurisht vetëvendosja do të kaloj numrin 53-4 deputet, edhe partit e vogla minoritare, ata do t'i kenë mbi 63-4 deputet, do të mjaftën për të formuar qeverinë. Ajo që nuk do të mjaftoj, sigurisht do t'jetë zgjedhja e kryetarit, por tani unë mendoj që opozita duhet të kalkulojnë mirë se çfarë veprime do të ndërmarrin për rastin e kryetarit. Nëse faktor vendimtar në këto zgjedhje ka qenë Mërgata Shqiptare, e cila në numër të jashtëzakonshëm ka zbarkuar në Kosovë, mbi afër diku 400.000 emigrant shqiptar, diasporë shqiptare kanë ardhur në Kosovë, dhe thuhet se 15% të votës së vetëvendosjes është direkt e diasporës. Edhe këtu, profesor, prap gabimi opozitës, sepse në vend që të formonte atë qeverinë me konjunkcën ata 2-3 muaj, ajo pranoi që kishte zgjedhje në dhjetor, se skenari ishte i gatshëm, nuk la i madh i vogël pa e përmendur media, që do kemi zgjedhje në dhjetor. Pra dhe këtu autogol. Do me thonë, vazhdimisht opozita ka punu pa kokë. Unë nuk kam mujtë të kuptoj. Bile, kam pas një shkremune që kërkoja që të votohet Glaukonjusa. Edhe Spoku të votohet për një afat shkurt, 16 orë, transitor, deri të zgjedhja presidentes, dhe me këtë unë jam i bindur që rezultati në zgjedhjet e prillit, nëse do të mbashin në prill, do të ishte shumë më i favorshëm. Tani matematikat, aritmetika kanë ndryshuar. Tani kjo përqindje e madhe i nxit edhe elektoratin e partive tjera që të shkojnë ka fitusi. Dhe mentaliteti jonë që e përkrah vazhdimisht, qytetari e përkrah fitusin, sepse mendon vazhdimisht përfitojnë diçka nga pushtetari, në tarmen do t'jetë shumë vështirë që të ndonjë mrekulli. Tani është dilema se a do të përkrahet presidentja. Mendoj që një rezultat pak më ndryshe do të del, por jo shumë më ndryshe. Por ndoshta opozitorët duhet vërtet të mos bashkëpunojnë, të mos shiten e blehen dhe të provojnë që, edhe pse është keq, na të dërgojnë edhe një zgjedhje, sepse në momentin që nuk zgjedhet presidentja në mënyrë automatike, shkohet në zgjedhje. Por profesor, ata të LDK-s tani janë lëmsh në pritje të tërheqjes së Abdi Xhikut. Por ta mund kemi një tërheqje, një shpërbërje pas pak kohë deri atëherë, dhe disa prej tyre mund të qëndrojnë në parlament në momentin e zgjedhjes. Aty është rreziku, sepse tani unë jam i bindur që edhe Riformatem do të ketë partia Lidhja Demokratike e Kosovës, sigurisht edhe Alianca Ramush Haradinaj nuk do të vazhdoj më tepri kësaj partie, sepse ky veç ka ardhur në minimumin 5.5, nuk do të ketë më shumë, ndoshta edhe me ndonjë. Futet në parlament Ramushi? Dhe e ka kalu pragun, e ka grupin parlamentar, sepse do t'i ketë 6 deputet, me 6 deputet mund të formohet
grupi parlamentar, ai do t'jetë në, por partia sigurisht do të reformohet, sepse me Ramushin nuk shkon më, pa marrë parasysh meritat, pa marrë parasysh kontributet, pa marrë parasysh se Ramushi vërtet është njeri i madh, megjithatë duhet të shohim, sepse tani më veç të shohim se partia Aleanca është parti regionale, edhe atë regionale vetëm për nivelin lokal, sepse nivelin qendror i ka fituar të gjitha komunat përjashtë Skenderajin, Drenasin dhe komunat serbe, të gjitha komunat tjera i ka fitu edhe komplet ngjyra e kuqe dominon në hartën e Republikës Kosovës. Por në fakt Ramushi, zoti Radinaj bie që t'jetë fituesi i madh në opozitë këtyre zgjedhjeve, sepse arriti të futen në parlament përkundër nisma pra Ushduk e Limaj, edhe normalisht Abdi Gjiku që humsi i madh. Humsi më i madh i këtyre zgjedhjeve është Lumer Abdi Gjiku. Aleanca nuk është fitues i madh as i vogël. Aleanca është kaloi pragun, pra faktikisht ndarje. Është shumë në shtratin e vet elektoral, i ka vetëm dikon 47.000 vota. Ramushi ka pretendu 100.000 vota, edhe ajo është dashur të ndodhë sepse aq vota ka në zgjedhjet lokale, por për mua është shumë e pakuptueshme si ka mundësi që komunat të cilat para 3 muajve i kanë fitu Benshën, Ferizajin, Prizrenin, Deçanin, partitë për Prishtinën e ka fitu LDK-ja dhe shumë komuna tjera dhe të vjen njerëz